Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hiqni qimet e fytyrës përgjithmonë me këtë maskë dhe do befashoheni me rezultatin. Qimet në fytyrë janë një problem që e kanë një pjesë e mirë e femrave. Shkaqet janë nga më të ndryshme, si për shembull çrregullimet hormonale, shpeshherë depilimet shkaktojnë irritime, puçra dhe infeksione dhe skuqje të lëkurës. Për të shmangur të gjitha këto ka disa mënyra me anë të maskave. Këto lloje të maskave mund të bëhen në shtëpinë tuaj dhe mund t'japin gjithashtu shumë produktivitet. Sipas Brecaj, do të rendisim disa nga maskat më të mira që ju ndihmojnë në eliminimin e çimeve të fytyrës. Do ju duhet një e bardhë veze. Në një pjatë ndani të bardhën nga e verdha e vezës. Me anë të një furçe e shpërndani të bardhën e vezës në fytyrë. Menjëherë pas kësaj vendosni mbi të bardhën e vezës në fytyrë në një pecet të hollë. Mund ta vendosni në të gjithë fytyrën ose në pjesën ku keni çime të padëshiruara. E lyeni pecetën sërish me të bardhë veze duke përdorur një furçë ose gishtin tuaj. Si për shtresës së dytë të bardhës së vezës, vendosni sërish një pecet tjetër të hollë. E lini të bardhën e vezës të ftohet, më pas filloni të hiqni ngadalë pecetën e thatë. Bashkë me të do të hiqni edhe qimet. Maska me sheqer dhe mjaltë. Ju duhet një lugje dhe sheqer kaf ose i bardhë, një lugje dhe mjaltë, një lugje dhe ujë, një tas që duron nxehtësinë e mikrovalës, një spatull, disa copa të forta në formë shiritash. Vendosni të gjitha përbërësit në një enë që duron nxehtësi. Vendoseni enën në mikrovalë ose në një ngrohtëse të çfarëdoshme. Përzieni përbërësit për rreth 30 deri në 35 sekonda derisa përzierja të fillojë të flluskojë dhe të kthehet në ngjyrë kafe. Largojeni enën nga nxehtësia dhe e lini të përzierjet derisa të ftohet pak. Sa mos ju djeg lëkurën. Pra të jetë e ngrohtë por jo shumë e nxehtë. Merrni pak nga dylli i ngrohtë me anë të një spatule dhe vendosni atë në zonën ku keni çime të padëshiruara. Merrni një copë në formë shiriti dhe vendosni mbi zonën e lyer me dyll. Me anë të gishtave ushtroni pak presion mbi copa, duke e fshehur atë me lëvizje sipas drejtimeve të rritjes së çimeve. Më pas, tërhiqeni copën ngadalë në drejtime të kundërta të rritjes së çimeve. Përsëriteni të njëjtin proces derisa qimet e padëshiruara të jenë larguar përfundimisht nga fytyra juaj. Maskë me shafranin ndije. Shafrani ndis mund të përdoret i vetëm ose i kombinuar me përbërës të tjerë për hiqjen e çimeve të fytyrës. Ai ka veti antibakteriale dhe parandalon infeksionet e lëkurës. Merrni 2 lugë çaj shafrani ndije dhe i përzjeni ato me ujë për të bërë një pastë të hollë. Shpërndajeni përzierjen në fytyrë dhe e lini për 10 deri në 15 minuta. Pasi maska të jetë tharë, e fshini atë me një copë pak të lagur duke lëvizur copën në drejtim të rritjes së çimeve. Përdoreni këtë maskë rregullisht për disa javë derisa qimet e fytyrës suaj të jenë larguar plotësisht, një herë për gjithmonë nga problemet tuaja të lëkurës. Ka shumë mënyra për të zhdukur qimet dhe pushin e fytyrës, disa prej të cilave mund të bëhen edhe vetë në shtëpi. Disa nga këto trajtime janë të shtrenjta por të përhershme, ndërsa të tjerat janë më të lira. Në këtë video do të rendisim listën dhe mundësitë më të mira, si dhe arsyet pro dhe kundër të tyre. Depilimi është një alternativë e mirë për heqjen e çimeve të padëshiruara të fytyrës. Mund të përdoren disa shtresa që i gjeni në çdo dyqan, në produktet kozmetike ose një lloj dylli profesional, i cili është enkas për depilimin e çimeve të fytyrës. Pas përdorimit të dyllit, lëkura është më e butë, por disa mundësi mund të krijojnë edhe puçra. Ana pozitive është se qimet hiqen me rrënjë dhe pothuajse të gjitha, kështu që rezultati mund të zgjasë. Shumë gra betohen se më shumë mund të përdorin dyllin, aq më pak dalin qimet e ardhshme. Por ka edhe anën negative. Depilimi është një mënyrë e mundimshme dhe nxehtësia e tij mund t'ju djeg lëkurën. Ju mund të bëni gjithashtu edhe depilimin me sheqer. Është një metodë që përgatitet vetë që i heq qimet nga rrënja. Është një metodë pak e dhimbshme, mund të blesh një lloj sheqeri enkas për depilimin dhe ta përgatisësh vetë në shtëpi, por edhe në qendra estetike mund të kërkosh një të tillë. Është një mënyrë që pastron shumë më mirë qimet e fytyrës. Ju mund të përdorni gjithashtu edhe kremin e depilimit. Kremrat e depilimit mund t'i gjeni rëndom në çdo barature. Janë alternativa të mira për të hequr qimet të fytyrës, ndërkohë nuk i heqin ato nga rrënja. Mënyra e përdorimit është mjaft e thjeshtë.
Përhapni kremin e bardhë në të gjithë sipërfaqen ku keni qime dhe pas disa minutash qimet janë zhdukur. Disa kremra që përmbajnë kimikate të forta mund të jenë alergjik në lëkurën tuaj, ndaj përpara përdorimit duhet t'i provoni. Filli ose peri. Kohët e fundit depilimi me pej i vetullave dhe i buzëve në sipër është një metodë tjetër efikase, por edhe këtu ka diçka. Fijet mund të mos lëndojnë, por nuk kanë rezultate të njëjta në çdo pjesë të fytyrës. Për shembull, në zonën e ballit është e vështirë të depilohet në këtë mënyrë dhe mund të jetë mjaft të dhimbshme. Estetistja kërkon një lidhje dyshe të një filli pambuku me të cilën kap qimet që ajo mund t'i shkul edhe nga rrënja. Kjo është një mënyrë e përdorur fillimisht për vetullat dhe më pas për qimet mbi buzën e sipërme. Pasi u pa mjaft të rezultative, estetistët filluan ta përdornin në të gjithë fytyrën. Është një lloj trajtimi që nuk gjendet në çdo qendër estetike. Nëse i gjeni jeni me fat. Këtë lloj teknike mund ta mësoni edhe vetë nga interneti. Piskatoret. Nëse keni vetëm disa qime për të hequr, piskatoria është opsioni më i mirë. Vetëm sigurohuni që të gjesh një piskatore që i ka tehet e pjerta. Gjithashtu mund të përdorni lazerin, elektrolizën dhe ruajtjen, gjithashtu edhe zbardhjen e qimeve, por këto mund të jenë në disi më të ndryshme dhe të krijojnë gjithashtu edhe shqetësime në lëkurën tuaj. Problemet ginekologjike, niveli i lartë i testosteronit, terapit dhe medikamentet janë vetëm disa nga shkaqet e mundshme për paraqitjen e qimeve të padëshiruara në fytyrë. Në të shumtën e rasteve ky është një problem i thjesht estetik, por që bëhet shkak për uljen e vetbesimit tek femrat. Luftimet e bukurisë, mjekimet dhe gjithashtu përdorimet të ndryshme i lidhin ato dukuri të pakëndshme me probleme të tjera të shëndetit. Por përse disa femra kanë qime në fytyrë dhe disa jo? Kjo varet nga ekzaminimet që ato përcaktojnë, por që në të shumtën e rasteve bëhet fjala për çrregullimet hormonale. Prania e lartë e qimeve në fytyrë ose në trup tregon se këto femra kanë më tepër hormone mashkullore se femrat që kanë përqindje më të lartë të testosteronit në organizmin e tyre. Të kesh pak qime në fytyrë është e zakonshme dhe normale për shumicën e femrave, por në disa raste në fytyrën tuaj mund të shfaqen qime të errta dhe të ashpra dhe mund t'i gjeni veten duke u drejtuar piskatoreve pothuajse çdo ditë. Kjo gjendje e pakëndshme quhet hirustolizë dhe mund të jetë shpesh shkaktimi i çrregullimeve hormonale. Edhe pse depilimi dhe heqja e qimeve me lazer mund të ndihmojë në heqjen e qimeve të padëshiruara, ka disa mënyra natyrale për të reduktuar dhe mund të jenë vërtet efektive. Pini çaj të mentes. Çaji i mentes ka erë dhe shije të mrekullueshme dhe përveç shqetësimit të nervave, mund të zvogëlojë numrin e hormoneve mashkullore për rrjedhje në gjak, për shkak të hormoneve mashkullore që janë përgjegjës për qimet e padëshiruara dhe të errta të fytyrës. Ulja e niveleve të tyre mund të ulë rritjen e padëshiruar të qimeve. Studimet kanë treguar se pirja e 2 filxhan çaji mente në ditë mund të ngadalësojë rritjen e qimeve në fytyrë. Provoni vajrat e livandos dhe të pemës së çajit. Vajrat esencial janë përdorur me kujdes për lëkurën për shumë vite dhe disa prej tyre mund të jenë efektiv kundër qimeve të padëshiruara të fytyrës. Aplikimi lokal i vajrave të livandos dhe pemës së çajit me të vërtet zvogëlojnë sasinë e qimeve të tepërta. Përpiquni të eliminoni yndyrna trans. Biskotat e shijshme me çokoladë nga furra juaj më e afërt mund t'ju përmirësojnë humorin, por ka shumë mundësi që ato të përmbajnë yndyra trans, ashtu si shumica e produkteve të pjekura komerciale. Përveç rritjes së niveleve të kolesterolit dhe rritjes së rrezikut të sëmundjeve në zemër, yndyra trans mund të kontribojnë në rritjen e qimeve të padëshiruara. Bëni mirë që të gjeni edhe kohë për të ushtruar. Për shkak se të qeni mbi peshë kontribon në rritjen e tepërt të qimeve të fytyrës, humbja e vetëm 5% të peshës trupore mund të balancojë hormonet dhe të zvogëlojë edhe shanset për përhapjen më të madhe të qimeve të fytyrës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.